Italishtme që ishe nga Vlora. Po. Dhe në atë grup ishte vajza Kristof Rashrit, Zana, klasë për mua, vajza Bujar Hoxhës në Vila, që janë bërkët fare. Në Vila Hoxha. Grupimi ka pasur klasë. Gruan që mori Shaban Morati dashuria. Dashuri ka ashtu. Stefani që bërë për këthysje gjusë turke, edhe një tjetër. 5 ata dhe 2 ushtarak, me konfront civile. Pedagog kishim Shaban Shollakun mbaruar studime dhe Sofje për turkologji. Pse u hap Turqishtja, thepte unë. Turqia si ishte do zbulimi. Në vitin 1972, oficerat tanë zbulimi të veshur me petku diplomatik në Ankara dhe në Istanbul u arrestuan. Sepse zbulimi turk kishte vërtetuar se këta kishte rekrutuar mirëgjin shqiptare dhe kërkonin vëndkomandat amerikane që po sistemuashin në Turqi dhe kërkonin të dhëna për disa kuadro madhore turke, ushtargjeran që i bënin pjesë të tyre. Dhe arrestuan... Si zbuluan? Agenturën turke, i di që hapa sa ventarina, shumë në dhjine ku do në gjithë, do këdese ma shumë, dhe kryetari shoqatës turko-shqiptare në Ankara, janë 3 faqe në gazetë fare, gjë, u pushkatua, si agent i Shqipërisë. Si agent i Shqipërisë? Je shë, themë të e. Po, e kam lezuar, po. Ndërsa 2 të tjerë u dërmu nga 6 vjetë. Kështu që në të kuadrë, duke qenë se neve atje për në digjeshin, doli urgjente që të përgatisë që kuadrë të rinj të zbulimit në gjuhë turke dhe në shumë universitetin turk. Dhe ajo mua më bëri që u të vazhdojë pas e mërë për diplomasinë ushtarake, si ata shë ushtarake pari Shqipërisë Turqie. Jo, për tani, ti ke qenë bas në 10 aty, po rrim këtu njërë. Tani, a kishe në një arsye të veçantë që të beshe pjesë e zbulimit, se ti ke shërbyer si bie gati 20 vjet për regjimin komunist, nga 72 deri në 90. Po. Kishe në një arsye të veçantë dhe mendove mirë këtë që ishe përballë rrezikut? Kur rrim vetëm edhe me ndonjëherë bisedoj ndonjëherë kaloj edhe morrnisa këtu në trup. Jo se janë frikatësak, se s'ka që frikatësak kur. Në Këshillin e Mbrojtjes të vitin 1975 dhjetor, diskutoi problemi që thash paron për hapjen e zbulimit strategjik mbrapa 10 armikut. Dhe komandanti i përgjithshëm Enver Hoxha thotë, duhet mendojmë mirë sepse bën kërcënim të rrezikshëm. Arrestimi i tyre jo vetëm ata si persona, por do na çojnë edhe neve pasojë të mëdha. Po? Ministri i Mbrojtjes erdhi Mehmet Shehu. Dhe drejtori i zbulimit ushtarak e Kerem Osmani i çon platformën e hapjes së këtij shërbimi. Po? Aja çoi e thot libri e Kerem Osmanit, ja hodhi mbi tavolinë dosjen kështu, nuk bësh shaka pa me këto punë tha. Dhe Kerem Osmani u kthye mbrapa zyrë, nuk e pranoi. Mas 5 ditësh libri i tij, po të Kerem Osmanit, e thret me Shehu, bie me dosjen para thot. I çon dosjen. E bisedova me komandantin, po duhet shumë kujdes i madh. Do të verifikoni shumë mirë këto kuadro dhe veçanërisht familjet e tyre, sepse agenturat e huaja mund të rekrutojnë. Është dokument. Dhe në këtë kuadër u zgjodh nipi Mehmet Shehut, djali Kushirit të parë, djali konsullit përgjithshëm në Istanbul, i zbulimit politik, edhe unë. 3 kuadrat e parë që ishin bërë gjithë shkollat. Dhe kur fillua ty, në 72 fillua ti ishte pjesë e zbulimit? Ne kemi jo isha zbulimit unë. Po të vija në zbulimin e jashtëm. Po pra, cilin vit fillua ty? Në zbulimin e jashtëm, jashtërit kanë filluar prill 1979. 79. Dhe kanë mbaruar prill 1988, 9 vjet. 9 vjet. Ku shkua ty? Ku e kishit veprimtarinë tuaj? Objekti i kësaj detyre ishte që neve të lëviznin në Mesdhe dhe në detin e Zi, veçanërisht për të ndjekur veprimtarinë e forcave të armatosur për të zbulimit forcës detare dhe ajrore dhe kërcënimi që i vjen në Shqipërisë dhe shënimi i Hoxhës kështu. Po? Dua njoftim 24 orë para. Dhe ishin pajisura me transmetim sekret, me radio dhe zhvilloheshin në këtë rrugë. Zbulimi agentur elektronik. Që në atë kohë? U morën kinë. U morën kinë, aparatur? Kaq. Kaq, është sekret dhe kjo? E cila merrte komplet lëvizjet. Lëvizin në gjithë portet nga Spliti në Rijeka,
nga Venecia Messina, nga Messina në Napoli, në Marseille të Francës dhe kryesore Marsa, La Valletta. Zyrtarisht, çfarë ishit ju, do të them, formalisht? Unë e mrosha me detyra ndryshme, kryesisht ekonomist. Ekonomist ku? Në ambasadë? Me ato vënë një lëvizje. Unë isha në lëvizje, si në ambasadë. Ti ishe vetëm lëvizje, ishe biznesmen? Dhe lëvizja, dhe pasaj Greqin. Nga Korinthi, Suda, Mezeu. 9 vjetë? Balqiku, ku vinë dhe flota ruse nga Sevastopoli, dhe Varna, që kam shpëtuar në qime pa arrestuar, Konstanca dhe Danubi, dhe Danubi, ku në krahun e Danubit ishte komplet flota të ruse, që kishin probleme. Dhe Rumania ishte bërë si pjesa ime, etc. Jo, ma trego këtë pjesën e Bullgarisë që doni të arrestoni. Po. Ishte 3 janar 1982. Varna është qytet i bukur, jeshil. Dhe ata hanë mish shumë dhe pinë vera. Dhe po lëvizja. Aty dhe mbrapa kisha ato që ishe me mua. Dhe duke afrotu fare, kuptova shumë mirë që ishte 2 civila, po që më ndiknin. Përgatitja e madhe e fushës zbulimi dhe eksperienca më kështë detyruar që mos ma ja silolaps ku lëvizja, jo më në dokumente cila mua ta përdorin ata që mua të më qonë në atë fare. Para, absolutisht. Kishe pasaport diplomatike? Po, absolutisht, asgjë. Dhe ata bënë ato alternativa që mua të fare, dhe me dokumente fare dhe u detyruan që mua vetëm nuk shkela në Bullgari. Nuk shkela në Bullgari? Po masa 10 s'ka vajtu? Jo, s'ka vajtu Bullgari. S'ka vajtu Bullgari fare? Je kështu, në ngrata atje? Po tani një pyetje kam unë, tani ti duke pasur pasaport diplomatike të Shqipërisë, ti si u paraqitesh aty? Ç'a ishe ti? Diplomat në Ministrinë e Punës të Jashtme të Shqipërisë. Po i bie me zdeut rreth. Nuk kam lënë se pa vajtur. Po si e përjetoi këtë? Jam shumë kurioz, një agent sekret me detyra kaq madhore. Si menaxhoi emocionet, si menaxhoi frikën, si menaxhoi ore familjen, ç'a jetë bëje? Natyrisht që shokët e mi në Maqedoni dhe në Malezi që kam pjellë kohët e fundit, shteti ka vendosur në periferit qyteteve me një vilë Lyukashe dhe me Baqe dhe me Roje. Po? Nësa në Shqipëri s'do dhe i fara njëri për neve, nuk ka rësi e emrim. Unë se për shtetë shqiptarë, se për asë kemi shteteve. Unë flasë tani me ju dhe natyrisht ju ndijej ato... është bërë një veprimtari jashtëzakonshme dhe për rekrutuar. Viheshin para në dispozicion që sidomos të martë si njerë. Kanë bërë tentativa për të rekrutuar shqipimet e huaj. Kjo ka qenur edhe veprimtarinë e inteligjencës ushtarake në këtë fush, po dhe ku kam qenë diplomat në Ankara. Shumë i fuqishme. Sepse unë isha në atashe ushtarake para Shqipërisë në kohën e luftave të Shqipërisë. Unë s'bëra jetë diplomat, isha në luftë. Se Turqia u kthye mbrojtje e Shqipërisë dhe u menaxhoja gjithçka. Sa 97, 98 luftë e Kosovës, po keni parasysh juve, shpunot e Sërbi, Francezi, po Makedonas. Kush ju ka ofruar? Po Makedonas, janë të shqiptarë tërbuar. Kupton apo jo? Pra, sikur të shikoni mungesë karakteri, që të masi pulset, ishte 2 rrugë. Femrat dhe parat. Nuk u tundove asnjëherë? Shumë gjëra i din bashortja dhe njerëz të fare. Po a përsëris, femrat dhe parat. Nuk u tunduat asnjëherë? Asnjëherë. Pse? Prandaj, çfarë kishe ti? Prandaj unë jam i vetmi. Po? Që nga zbulu strategjik në periudhën e sistemit socialist, vazhdova diplomacinë ushtarake në ndryshim sistemit.